E mas pari, ju faleminderit shumë se keni ardhur. Shumë faleminderit për televizionin krejtëve e për juve. Ja u di për nerë, e ju rrit nera, inshallah ju shkon puna morë gjithë. E na qështu se do kem ceremoninë e djalit se që 26 vjetë, nuk e kem ditë kuma. E ma se e kem gjetë pak në u ka lecuhe puna se pëdim vorrin ku me shku e ku me nejt pak me këshyren, si nona, si baba, si vllaznia, si motrat krejt. E sot bëhet rivërrimi i tina, për ju faleminderit shumë se keni ardhur për televizionit, se televizionet e juja për në prezentojnë gjithçka, po morrëm veshe, po dim kuma, qyshe, teke, krejt, ju faleminderit shumë për juve, shumë faleminderit. Sigurisht që Malisheva sot ka ditë pikëllimi dhe ditë zije, sepse po e rivarrosim leshtrat e një viktime civile të luftës, e që Malisheva dhe me tutje, po edhe gjithë Kosova dhe me tutje paguan lirinë e saj të shtretë, nga vetë fakti që tashmë i kemi identifikuar 3 kufoma, përkatësisht 3 persona të zhdukur. Një në Leqen dhe një në Bubavec, po tjetri është në fshatin Llapçev. Prandaj ky sot është i pari që po e rivarrosin në fakt tashmë eshtrat e të ndjerit pushojnë në vendin e tij të lindjes dhe komuna Malisheva përkatësisht kryetari i komunës edhe qeveria komunale bashkëndjen me familjen edhe në këtë rast i shprehim ngushëllime jo vetëm familjes së të ndjerit, po të gjithë familjarëve të cilët edhe me tutje nuk i kanë gjetë eshtrat më të dashurët e tyre.